I është dhënë lamtumira e fundit i peshkëve të Sapës Imzot Simon Kulli, ndar nga jeta në moshën 52 vjeçare pas një arresti kardiak. Mesha e shenjtë e dritës dhe riti i salikimit u kremtua nga presidenti i konferencës i peshnore Imzot Gjergj Meta në praninë e arqipeshkvinëve të Shqipërisë, Kosovës e Malit të Zi, meshtarëve, familjarëve, rregulltarëve dhe autoriteteve vendore. Një moment i vështirë ky për Kishën Katolike, që humbi një bari të grigjës i cili për 8 vite shërbeu si peshkëv i Sapës. Të gjithë ne e kemi njohur Imzot Simonin, kush më shumë e kush më pak. Dikush duke jetuar me te një jetë të tanë, e dikush duke bërë pak udhë me te. Secili prej nesh e ka një kujtim me te, që mund të tregon të sot, ti mbajmë ato kujtime në zemra tona. Këto ditë, ndërsa bizetoje me një meshtar që ka jetuar e punuar me Imzot Simonin, e pyeta se çfarë do të mbante mend prej tij. Ai mu përgjigj: Dom Gjergj, Monsignor Simoni nuk ka folur për dashurinë, ai ka folur në dashuri. Nuk ka folur për dijen dhe urtin, ka folur në dije dhe në urti. Po, kjo e bante të veçantë Simonin. Ai nuk ishte njeriu i fjalëve të mëdha e të stërhollume, por ishte njeriu i veprimit, i thelbit të gjanave. U shkonte gjanave drejt e në esencë, si kur i vinin nga brendia ma e brendshme jetës ti, nga jo pjesë që Majster Eckhart e quan tje pjesa ma e thellë e jona. Ajo pikë që nuk është e prekur nga koha, nuk është e turbullume nga emocioni, nuk është e plagosur nga kujtesa dhe nuk mbërrihet as nga mendimet. Është një pikë e padukshme, e heshtur, por reale, si kurse flaka që digjet pa u konsumuar. Ai i jeton të gjërat, më shumë se sa i thoshte ato. Kishte të theksuar empatin, e nevojshme për të qenë një bari i mirë. Jetonte me dhembjen e me gëzimin e tjetrit. Sot, ne nuk po bekojmë vdekjen, por pashkën, kalimin e Dom Simonit. Sot, ti Dom Simon, ke hyrë në lavdin e atit. Tashmë, je i bashkuar me bariun e mirë. Është ajo çka ti ke besu, e që ne besojmë bashkë me ty dhe e urojmë ngultës. Fjalëve që na mungojnë për të shprehur trishtimin ton për vdekjen tënde, u mbivendosin fjalët e Krishtit të ngjallur. Shkoni, e thoni vëllezërve të mi se do të më takojnë. Pushofsh në paqe, Simon, e Krishtit pas në Paris. Momentet të tilla nuk janë të lehta për asnjë, e veçanërisht bashkëpunëtorët e afërt me të cilët Imzot Kulli ndante përditshmërinë, plagët dhe vuajtjet e kësaj zone, duke u bërë bariuqe lë gjurmët e veta në këtë mision që u ndërprej para kohe. Papa Leoni 14, pas marrjes së lajmit për vdekjen e papritur të shkëlqësisë së tij, Imzot Simon Kulli, i peshkëv i Sapës, dëshiron të shpreh afërsinë atërore dhe ngushëllimet e tij shkëlqësisë suaj, familjarëve, në Zi, meshtarëve, rregulltarëve dhe të gjithë besimtarëve të diocezës së Sapës. Më sigurinë se bariu i ndjerë përjeton në tani në plotësi praninë e Zotit të ngjallur, i cili e mirëpret në shtëpinë e atit për t'i dhuruar shpërblimin e amshuar. Ati shenjtë, duke u bashkuar shpirtërisht me ata që vajtojnë i peshkvin e ndjerë, falenderon hyen për shërbimin e frutshëm kishtar të Imzot Simonit. Po të kërkohej të përmblidhej gjithë misioni i tij meshtarak dhe baritor në pak fjalë, atëherë jeta e tij përkon me fjalët e psalmit. Zemra ime është si dylli, që shkrihet mbrenda rropullive të mia. Për mua si kryetar bashkiet, ai ishte një bashkëbisedues themelor, një njeri që kërkonte përballje sterile, por të mirën e përbashkët. Sot më mungon një mik. Largimi i tij na dhem të gjithëve, por unë e di se ai ka lënë gjurmë të thella, gjurmë që nuk i fshin koha. Ai na mësoi se politika dhe feja, pushteti dhe altari mund të bashkëpunojnë ngushtë kur luhet fati i të mirës së njerëzve. Do të më mungojnë bisedat tona, mënyra e tij e të pajit
përtej problemeve, aftësia e tij për të bashkuar në vend që të përçaj. Të shumta ishin mesazhet e ngushëllimit që erdhën për humbjen e Imzot Kullit në dioqezën e Sapës, ndërsa pas meshe trupi pajeti i peshkvit siç e kërkon tradita u pre në kriptën e katedrales. Besimtarë me shtare autoritetet të shumta përgjatë 3 ditëve të nderimit u bashkuan në lutje për shpirtin e peshkvit të ndjerë. TV një Channel e përcolli drejt për drejt meshën nga katedralja e Nën Tereza në Vallën e Dejës.